Në sallën e bibliotekës Gjergj Fishta në Lezhë u promovua libri 30 vjet historie shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë, i cili përmbledh historinë, veprimtarinë dhe përpjekjet shumë veçare të kësaj shtrese për mbrojtjen e të drejtave të tyre ligjore. Gjatë aktivitetit promovues u vlerësua rëndësia e këtij botimi si një dokument referues për brezat e sotëm dhe të ardhshëm të ushtarakëve në rezervë. Është nga librat më të mirë, nuk është libër politik, është më shumë, siç e theksova. Pra, arshivor, përshkrues, dokumentar dhe ka të bëjë me gjithë jetën e shoqatës tonë të ushtarakëve në rezervë dhe në pension. Në këtë libër është pasuruar e vërteta me besnikëri, bazuar në arshivën dhe protokollet e shoqatës, në historitë e degre, në shënimet e mbajtura në mbledhjet, takimet, në shtypin e përditshëm të kohës, në korrespondencën zyrtare dhe në kujtimet e dokumentuara të pjesëmarrësve në veprimtaritë e trajtuara në këtë histori. Ky libër historik është ndërtuar në mënyrë kronologjike në formën e nditarit, herë me evidentim të veprimtarive të ngjarjeve në mënyrë telegrafike dhe herë për shkrimi plot i tyre. Kjo në varësi të vlerës të vendit që sinte në jetën e shoqatës tonë kjo ngjarje. Libri është një vepër që do të keni rastin ta lexoni gjithë aktiviteti i shoqatës kombëtare të ushtarakëve. Një libër shumë dogathënës, një libër që ka historinë brenda, ka aktivitetin, luftën, përpjekjet që kush ka qenë me mua dhe shkopi gome kemi ngrënë për të mbrojtur të drejtat tona. Ajo që në themelim që është krijuar për të mbrojtur të drejtat e ushtarakëve të mohuara nga shteti shqiptar. Ne vërtet kemi fituar disa drejta, edhe i thonë, por disa gjëra nuk e kemi fituar. Çfarë nuk kemi fituar ne? Statusin e ushtarakut me gjithë shumë merituar se herë sot zbatuar. Libri është përgatitur nga kolonelët në rezervë Thoma Konduri, Enver Hajdari dhe Arben Mollaj, të cilët kanë mbledhur dhe sistemuar materiale, dokumenta dhe dëshmi që pasqyrojnë rrugtimin 30 vjeçar të shoqatës. Ky botim synon të ruajë kujtesën historike të organizatës dhe të shërbejë si një burim i rëndësishëm informacioni për të gjithë ushtarakët në rezervë dhe familjet e tyre.